Vrau me thik 40 vjeçarin publikohen pamjet autorit pas krimit, i qetë dhe duke folur në celular, fshet dorën me gjak dhe pamjet tregojnë momentin autorit dyshuar të vrasjes së 40 vjeçarit Hajdar Ismail Geci, i cili largohet nga vendi i krimit. Arlin Demushi shihet teksa flet në telefon me dikë, ndërsa duke ecur rregullon edhe rrobat e tij dhe fshet dorën që siç duket e ka me gjak duke e futur në xhep. Më pas qetësisht largohet në errësirë mes lagjes për t'u arrestuar më vonë në Durrës. Ngjarja ndodhi jashtë një lokali në Babruku, thuhet se viktima dhe autori dyshuar kishin qenë duke pirë. Nga hetimet dyshohet se 38 vjeçari gjatë një konflikti për motive të dobta ka goditur me mjet prerës 40 vjeçarin, i cili përpasoi ka humbur jetën. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë së Tiranës për veprat penale, vrasje me dashje dhe prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa lejarme të ftohta.